edhe Eurovisioni ka qenë dhe është gjithmonë një tematik shumë e diskutuar në Shqipëri. Si genre. Kënga ime ishte gjithmonë prap ajo pjesa që thot diçka. Po, e drejtë, shumë e drejtë. Dikur për të mos ardhur kurrë, e ktheva shpinën dhe holla një gur. Kështu bënin pellazgët kur iknin nga një shpellë që kishte shumë sëmundje. Mo duk se jeta mori nur, sa shumeca nuk ndala kurrë. Fantastik. Mirë në guri gjeta dhe prandaj nga erdha ktheva gjoksin. Mira njerëz për lotun një gur kërkonin. Kthema zot, kthema mallin që ma morë kur më nise larg. Pra ka Falma zot është apo është pjesë e refrenit dytë këtë? Kthema mallin që ma morin kur më nise larg. Pra e ka kishte domethënë që për Europën ishte utopi, për ato organizatorë që janë LGDB. Atje ishte utopia ajo. Në vendin e 17 në mos gaboj. Jo, renditja mos votës popullore gjatë. Jo, po i referohem atij votimit që është ai shumë i diskutuar. Po. I shtat më po ka dalë. Sa drejt është ky Eurovisioni se ka. Ai dëmimi Marta janë peshore që na kanë ne një popull si thash kur kalon elefanti që kalon i qime, a kthehet më pa si popull i vogël jemi në botë. Ne po bëjmë shumë përshtypje sot në botë. Edhe po bëna shumë bumerang për të mirën e atyre që s'na duan, sepse ato po vrasin veten duke cituar që Shqipëria është një shprehje gjeografike, diçka ku njerëz me bisht kanë dalë gjithkohës, njerëz kontrabandistë, njerëz mafios. Është racë zgjuar, po më të zgjuarit në botë kanë qenë, që kanë bëjë gjatë më të këqija në botë kanë qenë në vitet 30, 930 kanë qenë populli që s'e thën. Ato tjerë, në Gjermani. Jemi shumë të përulur. Në Gjermani ka qenë një popull që është ebrej, ata kanë kriju shitjen e fëmijëve, pedofilin, shtëpitë publike, me fjalë shitjen e organeve, janë shit për tyre. Po ti pse shkove aq larg më punë? Okej. Po pi fjuj se. Jo, po të duash hiqi kufjet nëse ke bezdime me qëndlirshëm. Po se s'na ndjen ndryshe. Absolutisht, deta që a fillon për fillimit. Ja më pengon apo mos. Okej, super. Është mekanike. Super fare atëherë. Pra, në Eurovision, sa duket asnjëherë s'ka qenë drejt për Shqipërinë, ne kemi një lloj përulje. Pse duhet me marr pjesën e gazetave? Kjo është pjesë gazetë që po thudi. Dhe mund të më kenë pak më social. Atë është një përkushtim ose një patente blerë nga një grup i caktuar i barazisë gjinore. Okej, jo këtë nuk di të ta them po. Po janë LGDB më atje që kanë mas 6 vjetësh që doli ata e blen. Pra është manifestimi më i madh në botë që bojnë ata në një ambient që quhet muzikor. Dhe të organizuar që quhet edhe festival ndërkombëtar evropian. Pra nëse ti nuk je pjesë si grup shtetier në organizatën e tyre, ti gjithmonë do të renditesh në 15. Nëse ti nuk je vetë gay, do renditesh në 12. Rasia ty të çon edhe në shpallin tënde ose në pjesë stanjove në vende pak më ndrysh, plus edhe lobimi. Për shembull, flitet se është lobuar shpesh në festivalet evropiane nga shtetet që janë gjeografikisht të njëjtë. Për shembull, shtetet ruse gjithmonë njëri tjetrit japin 987, 987, e bëjmë me fjalë të japim rusit këtë radhë, ose japim ku diun Lituanis, pra kështu veprohet. Pastaj shtetet centrale të njëjtën gjë bojnë me Luksemburgu ka marrë 5 herë, se ka kanë Central Europë. Pra e kanë dhënë Francë, kanë dhënë ka 8 pikë, më këtë në fund, këtë i pari. Ose 12 pikëshin, po them të fund. Po, kanë Luksemburg, më 5 herë. Pastaj shtetet organizuese që e kanë kriju në fillim është Anglia, Holanda, Gjermania, Italia, Franca. Ishin 5 shtete që e kriju në fillim. Po, gjithmonë mbetet është njësoj si më shku një futbollist i mall me lujt me këpucë të një futbollisti tjetër në një shtet tjetër. Kështu është ai puna e artistit mall për shembull që merr pjesë në aktivitet. Sa do me keni mirë ti, gjithmonë do të jesh trusninë e atyre. E vërtetë është. Po të them vetëm një fakt që është i vërtetë. Okej. Kur kemi qenë në Helsinki, na bëni përshtypje sepse aty kishte klube që vënin bast. Cila këngë fiton? Në Eurovision. Po. Edhe me kamera, me Radio Televizon Shqiptar, ka qenë
do të biba indierjarin, do të biba që ka vdek. Kameraman edhe gazetar, korridorës të dyna, mund të kemi ka një 150 kështu klube që venin baste. Edhe kënga ime ishte restauruar në vend parë, tarkohen, në vend dytë, që mas baste për që ishin vund, do ta fitoj kjo këngë. Ja ty fol 10 ditë para festivalit. Pra, e dini do fitoj Brazili, kampionatin botëror. E dini do të mendoj që Fredriko në shtalla për këtë pastaj luhet me këto si në futboll. Me këto si në futboll. Si thotë Wall Street. Wall Street në fjalë industri që fitojnë diçka, janë crawl down tani ata që kanë vu parë për mua. Janë crawl down e ka fituar që Po publiku të deshi edhe këtë tregoj. Ka pasur pulla posta. Ka edhe pull posta, po. Po, interesante shumë. Atje në Suomi, Finland, si quhet ai populli atje. Do shoh aty pulla, po si ka marrë një 20 copë, kushtonin, nuk ka se s'kishe para me marrë më tepër, në vitet torp, me marrë veten. Me marrë veten. Pull posta të gjapu, e kam ndrujtur në një 10. Në ashtu, keni edhe këto. Interesante. Po. Ti fole për gratë dhe gjithë karrierën tënde, unë kam i perceptim mjaft, po them që e ke erosin pjesë të këngës patjetër, se është e dukshme të filmit, të kinematografisë, të poezisë, të ndjeshmërisë tënde të thellë artistike. Si e ke marrëdhënien me gratë? Nëse gjithmonë më gëzon emrin jo që është Egon. Ka shumë në mëri vjetër, po pyetet i bën tamam si mos epokës kur ka kanë i parë Egon në botë. Janë pak lashta si pyetje, po çka janë si, po sa leverdiet ka për shembull ton ky artist i mall me diçka, unë njeriu është i krijuar, thash, për të dashuruar, për të shumuar. A dën kjo është e para. Po, a ndryshon dashuria nga një fazë e jetës tek një fazë tjetër? Domethënë, a është edhe është dashuria një ndjenjë që kalon dhe piqet. Pra, nëse ti dikur shkon dhe plasesh në tokë për një njeri që e do, vras dhe vetën. Tash i do me morë shumë tabu ose eksplorate premet. Njeriu në jetë dashuron 3 herë. Faza e parë është papa. Gjithmonë është trinitëria. Prandaj kanë vënë 3-shin. Ta shoh tashin çfarë faze jam unë. Faza e parë dashurisë është ajo fulmi në rinë e hershme që vjen edhe nuk të shqitet lehtë. Pastaj zhgënjimet. Pastaj vjen një zhgënjime sepse gjithmonë janë 2 vetë që do të jenë do të meq do patjetër përputhen me njëri tjetrin në filet. Pastaj vjen në dashuria e dytë që është shpesh është pasojë nga mungesa e parës, nga dështimi i parës edhe nisesh nga që je i perceptuar me koshiencë, pra ti tash i materialist. E fillon e interesi jot me materialist për të kapur dytën, për të kap zogun e fluturum. Edhe e dyta është desiluzion. Pastaj vjen një periudhë kohë që ti je i pjekur në tanasencet edhe pret se mos ringjallet diçka. Po tashma je i humbur në atë idenë që ti mund ta gjesh më. I humbur në idenë që mund ta gjesh. Mund ta gjesh, po, aty ndodh sparkling, edhe shef që ju jeni kriju se s'ka më kohë as ndrej që gabimesh as kur gjë, një fazë shumë të pjekur të jetës ku gjithçka bëhet vetëm huset. Aty ky do ishte ti më mirë po ti ishe në adoleshencën e hershme. Ky njeriu që vetëm huset. Tash sot për shembull një çift që marton adoleshent del fëmia, ka periudhë që del fëmia dhe ja rrasin njëri tjetrin. Kështu quhet me thënë gjuhën e popullit. Pa ti ja rras min zemrës kam i punë ashtu gruaja thotë më të merr atë shkan me pikë kafe ose me pa telefon. Pra do të thënë është thjesht nuk din që kanë një krijesë në dorë, është varet ajo krijesë e ardhmë aty varet nga ty, sa afër i rrin, sa bën për vete. Pa lan fëmin gjysmë të rishtuar. Edhe shpesh fëmia përfundon me një prind. Edhe dëshiron tjetrin, pra nuk janë fatkeqësi. Gjithku i kanë ol. Pastaj vjen faza e dytë që të thash është pjesa e materialit, si çfarë mundem të bëjmë me këtë, kjo është prejardhje, vjen prej kësaj familje si kështu ose Allaja ka interes se ti ke, pra janë të dy interesat që me koshiencë vjen për materie, materializëm, thjesht pra edhe për atë që është domosdoshmëri që patjetër instinkti. Kurse faza e tretë tash ti e kupton që jeta nuk ka kohë më me mush dyshekti, me parë, pse po duhen ty
shneti, që po duhet më tepër të ka falë zoti, pa fillon kelon arakinë, kelon gjitha gjona të zonë, kelon pijen, kelon stupefacjentet. Edhe je kot një vegetarian, që po bëu tak ndodhi spakin, atë ti fillon që ki po gabimet para, që ki po dytë, që po tetë, që ka 100 herë gabime, ti fillon bosh më precioz. Edhe ti bash më mirë i globit për atë edhe ajo për ty. Është një fazë thellësisht shpirtërore, po flasim. Ju jeni tek dashuria e tretë e jetës tani kam përshtypjen. Po, më kanë që ju jeni matematicien edhe i numëroni. Me logjikë bie që dihet. Jo, po, cili mashkull është quhet normal nëse numëron dashuritë ose femrat. Është utopia, është ignorancë. Jo, e kishte do gabuar të mashkullit nëpër duken as me kanë impotent ana, si numërojmë numra. Ata thonë për shembull kam pas 364 dashnore, i tham shqyr si s'po vend në pistolet, do thonë sa ke pas. Jo, me fazën e kisha unë, me fazën. Sa dashur ke pas, atë do të hajde thuaj numër me 49 shifra. S'keni. Pa ne gjithmonë reciprociteti i marrëdhënies shpirtërore është i barabartë, i pjesëtueshëm. Është si puna kromozomeve, 23-24. Pra nuk e di, njëri ka më shumë pikë, tjetri më pak, por gjithmonë është marrëdhënie ndërsjellë. Pra janë të lumtur në çdo kohë fazë kohë që kalon një çift. Ti s'mund të thuash se dashuria e parë ishte më mirë se e dyta, ose e treta është më mirë se e dytë para, por është ignorancë, gjithsesi kanë fazën e vet. Ku je ti më mirë tek këto? Nuk po krahasojmë. Pra, ku ti e ndjen veten që po gjithmonë kur je më i pjekur, domethënë gjërat ndodhin më me arsye. Ti atë ndodhin pak më instinkt, më pak arsye. Pra unë ta thash këtë se kuptova, unë thash që kur je në adoleshencë di shumë gjëra. Ti thjesht instinkti bëhet premis. Pastaj e dyta i shihnim çfarë disa nga materialet tuaja dhe aty mes tyre lexova diçka që fliste për adoleshencën. Nuk e kujtoj dot tani eksaktësisht. Po. Ishte një përshkrim për adoleshencën si fazë. Mos është poezi? Nuk di të ta them se mos është në ishte diku aty dhe e lexova që e ruanit mes materialeve. Okay, perhaps janë poezitë mia janë do po. Ishte ajo ishte me shkronja pak më të mëdha se të tjerat. Oh. Ma sa kanë gjë që dosh me thonë kuj për i larg. Ja bu kështu. Si që më. Ja, mua duhet ma tregoni me ato shkronja se unë nuk e shoh mirë kështu nga larg. Patjetër do zoti e gjejmë, se po na fillon viti. Ja tek. Çfarë është? Tani edhe një herë kjo. Okej. Kjo është se jam shkruaj shumë se. Adoleshenca është ura magjike midis fëmijërisë së lirë dhe botës komplekse të rriturve. Ajo mbushet me emocionet e para, me sytë e ëndrave që fluturojnë nga mendja drejt yjeve dhe me shpirtin kurioz që kërkon të zbuloj veten. Shumë e bukur. Unë kam shumë ese, nëse më ndiqni në këto mediat sociale që janë sot, unë më tepër mundohem që sepse është një fenomen që thuhet, gjithmonë njerëzit që janë të iluminuar për vete kanë qejf të përhapin sa më shumë dritë të tjerët. Pra, njerëzit sot mjaftohen më thonë për shembull, ti je komunist ose ti je idiot me tjerë, ta kupton? Pra, me dy emërtime metafizik. Unë mundohem me thënë që unë jam nacionalist, kush më bën për vendin tim, është partia më mirë e mia. Dhe tjetë si një vëmë partia, se që duhet në qo se ti bën për vendin të më bën Shqipërinë e lumë, të bën mu kërënar me qenë të mos me qenë i dëshpëruar pse unë rinjë të vend të keq. Nuk është ajo që e du. Sot për shembull dikur na jem thoshin mu artisti mall. Ti se nuk flet mirë italisht, i thosh Albania. Albania? Lo sai dove si trova? Sì, thosh Estonia, më shifte në sy më kur punalim. Estonia. Latvia, Estonia, Litvia, Bielorusia. Ja futë kote shkoti Azerbajxhan të i poshtë. Pasë vjemë e thoqe ke përballë barit, kush është? Montenegro. No, Greqia. Jo me thoshën, është i shtetë me Montenegro. Kosovo. Po njoj, thoshën. është i tjetë më afer. Se Albania, Albania. A kupton, një ignoranca, izolimi jonë bën atë që njerëzit atër, ose kur ishe në vend kështu, artisti më nga i vjen nga Shqipëria. Okej. Po sa Shqipëria do të pa kulturë, pa kulturë.
Kush ka kriju Romën? Pa bra! Ata fëmijët Romën Letonë ishin fëmijët e rrokit, për deti, zuri deti, dole më tanë. Jo, pasë të mirë thoshe, që ka në deti i Romës? Tireni. Be, pa thash prej Romës, a i duket me ka një vizë. Po. Sa aty është 500 metra, aty janë dalë 4 metra, pra ti rren. Ti rren. Ti nuk je i qetë, po ti gënjen. Liguria, gjithë bregu i Ligurias, detit Ligurias, marrë Liguria, janë ato, si qunë ato, ligatinat. Po, bëtë si lëkura nga algat. Algat bënë si lëkura të kartonit. Këtë bregu, vishet, nuk duket dheu, duket, edhe duket si lëkura, Liguria. Interesante. A keni kanë në breg det Ligurias? Jo, këtë gurë dhe gjithë shka është të veshën si me karton trashu. Sepse është vetë algat e tjela që vinë nga... Interesante. Po, janë emërtime të punime tona. Greqin ku që bëni, pa pra Greqin, pa merë, të më thonë ju lexoni, shifni, ne kemi qenë parë. Na kanë natë se jemi të mirë. Ja, kemi qenë e trushkët, kemi qenë Enea, jo kryu Roma, nga vinde, nga Troja. Troja, kush është libri që ka zjerë kjo është serb që ka zjerë librin, po ka thënë mos e kërkoni Trojën as në Turqi, as kërkoni në Shkodër. Po, është një teori në fakt. Studimaj, jo teori, studim. Homeri thot ishin një vend thot ku janë 3 lumej, që lagin kalan, që vjet nga deti në për lumë. Ma thu një vend thot përveç 3 lumej nuk janë në Francë, është një në tot Sena, lumi Sena, ose në Rini në Gjermani edhe notohet. Po thot 3 lume që i bashkon poshtë kalas nuk e ke kërkuar vetë në Shqipëri. Po. As një vend bosët, as në Laos, as në Vietnam, as në Indi, as janë 3 lume. Aty bashkohet Kiri, Bun edhe Drini. Dhe Drini, po. Aty. E vërtet është. Pastaj emrat e këtyne trojanëve. I pari i tyre ishte Priam. Pris. Jam duke prirë, jam prirësi. Djali i moll e kishte emrin Hektor. I dyti kishte Paridi. Do të thënë, ajo... Vajza ishte Kassandra. Kassandra. Po, thot, besnutit e tyre, thot, ata vinin nga mendimet të ndryshme filozofike, ku djali i dytë bosh mret. Djali i parë ishte general lufte. Se po t'ishte djali i parë mret, a i vrite babën sa votët 14 vjeç. Për me marrë mërnin. Pra, ky pari rrute bilancat mes të dytit vllajt vogël dhe mretit. Ta lete me derë sa të kalbesh të rëzosh vetë atë vitet, ky ishte generali luftës. I thanë Hektor. Pse? Mos dinë luftë me Akilin, duel me Akilin. Pra kishte emrin Hektor. Hiqdor. Pellaske, Hektor. Interesant. Pari ti pari, do të jesh ti mreti. Pra janë tëna ose Akili, ai qiellit. Ashtë i qiellit. Qellor, po. Akili. Të gjitha e kanë. Elenion. Po të shohësh pak. Ylion të tek, na thona yli i ri. Yli i ri, ata Ilion, Ylion. Interesante. Okej, janë me këta gjëra ne rrim 19 ditë inshallah janë mërzitë njerëzit inshallah. Të fillojnë në arsen mërzit, e kanë qenë një vend që janë të morat kënaqësinë vet. Do të jetë mirë edhe kënaqësia që merrni, po këtu jemi keni çik sot jashtë asaj që di me bon, për shembull, një këngë. Po një këngë do na e këndosh. Një barsolete. Ose një barsolet do na e thuash. A doni me luftë? Me luftë. Si dush. Me luftë duam, me luftë duam, jepi. Si ta ndjesh? Se një shkodran edhe i barsolete tregon edhe i këngë këndon. Ishte dy pleq, edhe thot, atë kujtohet kur kena kënë trim, edhe po, kujtohet. Atë kujtohet marë pas në një, thot ta, kur i boshim gratë me bërtit në seks. Po më thot, më bëj prapë. Ku më zëve tjeli? 83. 83 me bërtit, që halë të më. Thot, më ta ka zaj më i të shumë sejmë. Hana, thot, që banë? I thëmë grus, së më ndenë? Me vrap poshtë, ullëm, blej 2 kavanoza me Nutella. Një të pëse më domin gjytë, avash, tjek. Hapi dhe, kanë dhe s'katerësida, shiri. Edhe, është gjysëm shtërija të. Ha, pa kur, për pra? Marë. Hapi kavanozë Nutellës. E ja baj këtu. Pa grusë. Ha, pra kur këtë, s'pëdoro dhe këtë jetë,
për të marbuar. Kur fillon diçka me lëviz, me vrap shket e perdja e dritares, atë duhet fshi durtët. Në këtë moment të fillon gruaja. A doje me vërtet? E bukur. Po si kur ta mbyllim me një këngë. Si mendon? A keni dajre këtu? Dajre jo, po. Dajre, se di çfarë vegle kemi këtu në fakt, ja ta shoh një herë. Ja, s'kemi. Vesh Lugës. Po bëjmë kontrollin, po. Edhe Luga është vegël, Edhe Luga është vegël, po. E kemi kështu, po i kemi të vogla, nuk janë të përdorshme. Të baterisë i kemi këto, shkopinë e baterisë. Ja se po përpiqen çuna gjeni që ta përdorim. Kemi shkopinë e baterisë. Kemi shkopinë e baterisë, ha. Do zoti këtë vit do të sjell një instrument vitiri. Faleminderit shumë. Nëse më këto keni 400 këngë të mia, një mund ta marrni këngë për tyra dhe vjen aty do të dëgjojmë. Po deve të dëgjojmë. Po ne do ta donim nga ty kështu direkt. Po shikoj ka punë. Po keni parë me hall ju të di. Po i duhet në parë. Po duhet në. E këtë shtrenjë. So vari orari. Sa ke notën. Sa ke a që si margoj kongën. Nëse janë shumë, me zgjell një prej 400 këngëve për është shumë e vështirë. Po, unë di, edhe pse është e vërtet, janë shumë, po, sytë tu... Është një këngë që ti mund të mendosh që është më e bukur, pa është nër më të bukur, po. Kam këngë tjera sa dush. Po. Mua për shumë më pëlqen shumë kaçurelat e tua. Jam me sakt me titullin? Ti je shumë në rregull sepse nga që i ke bo flok kaçurela ke djallë. Jo, është kaçurela vet. Jo, prandaj nga zbo me dali vjeç. Nëse natyra të fali, bardhë si bora. Gjyrë tjetër? E bardh. Për më shteje jetën e bora. Së dy syt mi kanë vërbu e moj kaçurelat e tu. Kaçurelat e tu. Strofa 2, strofa 8. Ja dini këtë këngë, është ka një histori shumë të përmashme. Kjo kaçurelat, historia saj. Ishte një djalë shkodranë që kishte marrë shkollën në Itali, muzikant, shumë i mirë, kënonte bukur, i mbitej instrumentave. Po një shok i vetë e paditje dhe kapi regjimin e 46-47. Në burg, ky lat fejumen, që e kishte kaçurele. Edhe e pa u vetëm se po se torturonin, a ke parasysh po i vitë fundit ky shkruan në letra cigaret, shumë pentagramin edhe poezinë e kësaj. Edhe e nxjerr nga burgu, tendencin. Të kanë, e kanë nxjerr nga burgu, ja ka kushtuar asaj. Ai diç pasaj në burg. Kjo martu me dhe kënë tjetër, për të më dhenë, aja ka kushtu asaj. Shumë e bukur. Dhe se dhe mi shumë mbushën me lo. Shumë e bukur. Shumë e vërtet. Po, dhe shumë prekse. Shumë.